Instrumenti më i vjetër shqiptar po vdes e kërkush s'po fol për këtë temë. Lahuta, një prej instrumenteve më të vjetra në Ballkan, sot s'është pjesë e jetës së përditshme shqiptare, përkundrazi është kaq duket. Lautari ka qenë ma shumë se muzikant, ai ka qenë edhe historian, rrëfimtar, gazetar i kohës vet, si unë, po me instrument. Po pse ky instrument legjendar po zhduket? Fatkeqësisht, s'është më pjesë e shkollave të muzikës, përveç rasteve të rralla si në Gjakov. E për gjeneratat e reja, konsiderohet demode, edhe ndërlidhen me klishen folklorike e besa në ditët e sotme zërç që përkthehet në komercialitet, por jo që s'ka ndodhur edhe më përpara. Japonia është shembulli më i mirë ku duhet me marrë mësim, ku ata e kanë shamisen, një instrument me 3 telat që tingëllon si lahuta jonë. Shamisen përdoret ende në filma, anime, po edhe në pop modern, por në krahasim me lahutën, shamisen mësohet edhe në shkolla, promovohet Netflix edhe luhet në çdo teatër tradicional. Lahuta është aq e rëndësishme për ne, sa që në vitin 2018 UNESCO e shpalli lahutën trashëgimi botërore. Por UNESCO s'mundet me pështu nëse na vet nuk e dëgjojmë. E për ma shumë video si kjo, bane follower Ban FM në krejt platformat sociale e subscribe në YouTube.